الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم جل جلاله فنان يرسل بكلمة تيشوش البروفيت صلى الله عليه وسلم باب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم يرسل تبليرة فاطمة رضي الله تعالى عنها بيا البروفيت صلى الله عليه وسلم. مصر ابن مخرمة ترغم ابن شهاب أن علي بن حسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمه الله تعالى لقيه مصر ابن مخرمة. Ngjarja ka të bëjë me një ose transmetimi ka të bëjë me një ngjarje që tregon se kur kanë ardhur Ali ibn Husein, kur kanë ardhur në Medinë nga Shami, pra nga Jezidi i biri i Muawijes, mbas vrasjes së Huseinit i birit Aliut radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, e ka takuar Miswar, pra ky është transmetuesi i ngjarjes, ibn Makhrama, dhe i ka thënë: "Hal laka ilayya min hajatin ta'muruni biha?" A kene hall, a kene nevojë që të përgjigjem? Thash jo. A i tha: "Hal anta mu'ti as-sayfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa inni akhafu an yaghlibugha al-qawmu 'alayha." Apo më jepet ta shpatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kam merak se mos njerëzit të ta marrin. ثويم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي. Pasha Zotin, po të më japësh mua, nuk mund ta marr atë askush, po nuk më mori mua me vete, pra me kuptimin pa më ekzekutuar. إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل إلى فاطمة عليها السلام. Ali ibn Abi Talib kërkoi bijën e Abu Jahlit, ndërkohë që ishte i martuar me Fatimen, Aliun. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbajti një ligjërim në minber dhe unë akoma në atë kosa po kisha arritur moshën e pjekurisë. Faqal inna Fatimata minni wa ana akhafu an tuftan fi diniha. An tuftana fi diniha. Dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: Fatimja është pjesë e imja dhe unë nuk dua që të sprovohet në fenë dhe në besimin e saj. ثم ذكر صهرا له من بني عبد الشمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه. Pastaj përmendi krushqit e tij nga fisi Beni Abd Shams dhe foli për ta mirë. Pastaj tha: "Haddathani fasaddaqani wa wa'adani fawaffa li wa inni lastu uharrimu halalan wa la uhillu haraman walakin wallahi لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا." Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ai nuk ka folur dhe ka thënë vërtetën, ka premtuar dhe i ka mbajtur premtimin. Unë nuk e bëj dot haramin halal, as nuk e bëj dot halalin haram, por pasha Zotin nuk mund bashkohet në të njëjtin ose në të njëjtën stre bija e dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe bija e Abu Jahlit, armikut të Allahut. Kjo është një moment që tregon për një histori që Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ka kërkuar dorën e bijës e Abu Jahlit.
Mirë po kjo ka sprovuar Fatimen, radhiyallahu ta'ala anha, dhe pejgamberi sa nuk donte që Fatimja, radhiyallahu ta'ala, sprovohej me asgjë. Pra pejgamberi sa Fatimin e kishte pikë të dobët. Dhe meraku i tij për Aliun, se nuk do t'i jepte më hapun Fatimes. Pra pejgamberi sa në këtë rast ka mbrojt Aliun. Po për ta mbrojtur Aliun ka përdor këtë metodë, domethënë. Sepse ai do martohej me një vajzë më të re, dhe Fatime ishte fos, domethënë atë. Dhe meraku se do të bënte asaj padrejtësi. Do të bosh padrejtësi Fatimes radhiyallahu ta'ala, do të thosë ke prek drejt për drejt direkt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo njëra anë. Ana tjetër, pejgamberi ose ka marrë në konsiderat të folmen e njerëzve. Abu Jehli ishte armik i betuar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tani vjen një vëndër, i cili ka gocën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të njëjtën streh ka dhe gocën e armikut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ishte disa arsye, për këtë arsye themi ne që një prind mund të refuzojë për vajzën e tij kërkesën e dikujt nëse nuk është atë të përshtatshëm, ose të duhurin, ose të mjaftueshëm. Dhe këtë pa pejgamberi sallallahu në këtë rast për të arsye mbajti këtë qendrim sallallahu alaihi wasallam. I njëjti transmetim është përmendur edhe në hadithin tjetër, ka thënë me një shtesë: wa inna Fatimata bid'atun minni wa inni akrahu an yasu'uha wallah. Thot Fatimja është copa ime, pjesa ime, pjesë e trupit tim. Dhe unë nuk dua që kur pasha Zotin të mërzitet. La tashtami wa bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillahi inda rajulin wahid. Fataraka Aliyun al-khitbata. Nuk ju fut Aliu fare këtij muhabeti. Pra Fatimja ka marrë vesh që Aliu dojte me kërku dorën. Akoma nuk kishin parë, domethënë, kërkesa, akoma nuk kishin miratuar gjë. Dhe u bë kjo ndërhyrje. Nëna e besimtarëve, radhiyallahu ta'ala, na tregon: ne gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mblidheshin herë pas here të gjitha në shtëpinë e njërës prej nesh ku ishte atë natë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vjen një natë Fatimja alaiha salam duke ecur, pra mund thuhet për familjen e profetit alaihi salam ose alaiha salam, mund thuhet. Po edhe për njerëzit e thjeshtë mund thuhet. Mund thuhet për një besimtar të thjeshtë alaihi salam, s'ka problem fetarisht. Pasha Zotin, thot Aisha radhiyallahu anha, nuk ndryshonte ecja e Fatimes nga ecja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, të njëjtën zhurmë që bonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ecte, të njëjtat zhurmë ose të njëjtën mënyrë ecte Fatimja radhiyallahu ta'ala anha. Kur e njiu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e pa që po vinte, e mirëpriti, rahab, faqal marhaban bibnati, mirë se erdha o bia ime. Pastaj e vuni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në të djathtën ose në të majtën e tij, nuk e mbaj mend, thot Aisha radhiyallahu anha. Kto tani bëhet fjalë fund jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bëhet fjalë fund jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I foli diçka në vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Fatimes dhe filloi të qante me dënesë të madhe. E kur e pa që ajo u prek shumë, i foli diçka në vesh prap. Ajo filloi të qeshte me të madhe. I thash: o Fatime, kush po flet tani Aisha? I dërguari sallallahu alaihi wasallam ishin gjithë ato gra aty atë natë dhe ty të thoshte diçka qeshe, që qave, pastaj tha diçka tjetër edhe qeshe. I thot Fatimja Aishës:
Pasha Zoti nuk doja ta nxirrja një sekret që ma tha mua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por ty do ta them. Çfarë tregon kjo lidhje në modë që kishte kush? Aisha me Fatime, radhiyallahu anha. Jo se çdo ta paraqesin shijat Aishën si armiken e familjes pejgamberit apo Fatimen si armiken e Aishës. S'kam pas për ta thonë kur thot një sekret të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ty nuk ta mbaj dot. Thot nuk ta them dot, ishte pejgamberi gjallë. Kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tha do ta them, i tregoi, pra Fatime i tregon. Amma al-an fa na'am, tani tha do ta tregoj. Amma hina sarani fil amr al-awwal فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة وإنه قد عارضني به العام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. Gjibrili i thot, i ka thënë herën e parë, ma përsëriste Kur'anin vit për vit, një herë në vit. Këtë vit ma ka përsëritur Kur'anin 2 herë. Mendoj se vdekja ime është afër. Prandaj friksoju Allahut dhe bëj durim, sepse unë do t'jem pararendësi yt. Kjo ishte arsyeja pse qava herën e parë. Ndërsa herën e dytë më tha, ja Fatima tu, la tardajna an takuni سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة. O Fatime, a nuk je lumtur ti dhe e kënaqur që të jesh zonja ndër gjitha gratë e besimtarëve, zonja e gjithë këtij ummeti. Në një transmetim tjetër i ka thënë, ti do t'jesh e para nga familja ime që do të ndroj jetë dhe do të bashkohemi bashkë në xhenet. Ti do t'jesh e para nga familja ime që do të ndroj jetë mas meje dhe do t'jesh bashkë me mua në xhenet. Dhe mas 6 muajsh ka ndruar jetë Fatimja, radhiyallahu ta'ala anha, sot si qoftë i kënaqur, për sa gjë që tregon pozitën, vendin dhe pozicionin e Fatimes, radhiyallahu ta'ala anha, tek Zoti Gjellë Gjellalu, se nuk mund të kishte një pozicion të tillë, vetëm se dikush që është shumë i vlerësuar tek Allahu. Gjellë Gjellalu nuk shkruaj që në prapë bia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Fatimja radhiyallahu ta'ala anha wa alayha assalam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.